Unë ngritën themelet Shabes, Ibrahim dhe Ibi, nga shketina e rakni sot, shoj zanin e nafiri, nga Zotin ju dhe moni, mi pasro e shtakin time, se nga ti kanë të botës, do t'jem stëratunime, të përgjigjen, nga mali brenda di. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, asalamu alaikum. Së pari gjej rastin t'ju falenderoj juve për prezencën tuaj që e keni heshuar këtë pallat kulture, i cili faktikisht vetëm në këto raste ose këto janë rastet e pakta së paku që ofron kulturë, dhe prandaj dua t'ju falenderoj në mënyrë të veçantë ju. Do të falenderoj gjithashtu Hoxhën e nderuar Mirelin, i cili e ka kthyer këtë simpozium në traditë në prag të muajit Ramazanit. Na mundson që të mblidhemi, të përkujtojmë njëri tjetrin për atë që është më e mira, për atë që na afron zemrat dhe na thellon në objektivin kryesor të Ramazanit, që është devotshmëria. Falenderoj gjithashtu dhe panelistët e nderuar, të cilët vinë nga shumë larg, po ata tashmë nuk janë thjesht mysafirë të këtij qyteti, pasi kanë një marrëdhënie disi më speciale.
ata duan shumë këtë qytet dhe ky qytet i do shumë, prandaj i do dhe i respekton vazhdimisht në aktivitete si ky i ngjashmi. Në hapje të këtij takimit sotëm, un kam dëshirë që të ftoj Hoxh Mirelin për një fjalë përshëndetse në këtë hapje të këtij simpoziumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Me emrin e Zotit të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falenderimet dhe madhrimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. E falenderojmë Allahun e madhruar me emrat dhe cilësitë e Tij të larta, i cili na mundësoi që të realizojmë këtë simpozium në prag të një mysafiri të madh, një mysafir i cili vjen dhe gëzon dhe gjallëron zemrat e besimtarëve, një mysafir për të cilin besimtarët e lutin Allahun e madhruar shpesh që t'i mundësoj që të arrijnë këtë muaj të begat, siç është muaji i Ramazanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar hoxhallar, të nderuar panelist, ju shpreh falenderimet nga zemra dhe nga thellësia e shpirtit. Zoti ju shpërbleft, ashtu siç di Zoti të shpërblej ata të cilët punojnë për hir të Tij dhe i bëjnë punë dhe veprat për hir të Tij. Lut Allahun e madhruar që këtë takim, këtë simpozium ta gjejmë në peshoren e veprave të mira, ditën kur Allahu i madhruar të na shpërblej gjithsecilin. Edhe një herë lut Allahun e madhruar t'ju shpërblej një nga një gjithsecilin të cilët keni marrë pjesë në këtë simpozium dhe në veçanti panelistët e nderuar, të cilët na kanë nderuar që prej larg. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderov dhe mirë se na keni ardhur në qytetin tonë. E falenderojmë Hoxhën dhe për këto fjalë dhe këto dua për ne. Zoti ja shpërbleft me të mira. Në fakt, unë lash pa përmendur dhe gjithë ata djemë të ri të cilët janë angazhuar për të kuruar çdo detaj të këtij aktiviteti. Në dalje do të keni disa dhurata të vogla, të cilat gjithashtu e pasurojnë këtë takim sotëm. Ne kemi quajtur Ramazani si musafir e shpirtit, edhe pse në fakt dobitë e Ramazanit janë të shumëfishta. Ramazani përfshin gjitha dimensionet e jetës. Mësimet e Ramazanit mjaftojnë për të ndryshuar jetën e gjithë secilit, mjaftojnë për çdo familje të shëndosh. Shkolla e Ramazanit ka potencial të shpëtojë çdo shoqëri nga pautësia, nga padrejtësia, nga humbja e busullës, deformime dhe depresioni social. Të gjitha këto Ramazani bën duke trokitur në shpirtin e besimtarit. Dhe Zoti në Kur'an thot, duke referuar dhe ajeteve që Jasini në lexoi me zënë e tij të bukur, që të bëheni të devotshëm për Ramazani, fillimisht troket në zemrat e besimtarëve. Dhe gjithashtu profeti alayhis salam ka thënë se devotshmëria është këtu, në gjoksin e gjithë secilit. Pra, Ramazani vjen për të rregulluar edhe individin, edhe familjen, edhe shoqërinë, po përmes zemrës dhe shpirtit të gjithë secilit. Për të folur për disa dimensione dhe përjetime shpirtërore rreth këtij muaji, unë kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj Fatmir Baçin, i cili është akademik, është studiues, është poet, e ftoj për fjalën e tij. E di që s'do ma falë këtë, po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zotit falë, i takon falenderimi dhe lavdi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salavatet dhe familjes tij dhe gjithë atyre që vazhdojnë rrugën e jemi në një pallat kulture dhe kultus në latinisht do të thotë me rujt. Pallati kulture ka pat vetëm komunizëm, nuk ka pallate kulture në Rom, nuk ka në Paris, nuk ka, sepse ato e dinë që objektet e kultit janë objektet fetare.
Faktikisht edhe në arabisht kultus është takva, me rujt. Kështu që Zoti i ka dhënë kulturën brenda njeriut që ta ruaj përmes një misteri apo një mistike e cila është funksionale brenda njeriut, që na bën ne as të mos e njohim veten deri në fund, por as të mos e braktisim veten për asnjë moment. Ne faktikisht vim nga një kaluar jashtëzakonisht agresive, shumë materialiste, dhe e cila na dhunoi që ne t'i pranojmë gjërat vetëm përmes prekjes, shikimit dhe shijimit apo tjerë. Feja gjithashtu na mëson që neve t'i njohim gjërat përmes teorisë, librit Allahut xhaleshanuhu, dhe praktikës librit i cili ka ecë në për tokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetës tij, praktikës të këtij libri. Këto janë dy dimensione të cilat e shoqërojnë njeriu në të gjithë veprimtarinë e tij. Edhe një kovaç për të bërë kovaç i duhet më parë të lexojë diçka, duhet të mësoj ato para se t'i veprojë. Pra pjesa teorike është dhe pjesa intime e zotrimit që ka njeriu brenda vetes. Kështu në Islam ne kemi 6 kushtet e imanit, të cilët janë kategorikisht intime ndërmjet Zotit dhe njeriut. Dhe askush nuk mund të ndërhyjë në formën se si i percepton secili individ. Ndërkohë që kemi edhe pjesën e manifestimit të këtyre 6 kushteve të imanit, që janë 5 shtyllat e Islamit, të cilët në vetvete kanë dhe ato pjesën intime dhe pjesën shpirtërore të padukshme dhe të pavërtetueshme brenda secilit nga secilit praktikant. Kështu, ndërsa për Allahu xhaleshanuhu ka thonë në një hadith kutsi se të gjitha veprat që bën njeriu i bën për veten e vet, përveç Ramazanit, të cilët e bën për të tjerët. I bën për vete, përveç Ramazanit, të cilin e bën për mua, dhe për atë do të ketë shpërblim vetëm tek unë, thot Allahu xhaleshanuhu. Ky hadith më ka çuar në një meditim shumë të gjatë, dhe inshallah ndërmjet shumë meditimeve që do të ketë ky hadith, më ka shtyr tek një rrethan e posaçme që është që për ta pa pse e veçon Allahu xhaleshanuhu Ramazanin. Dhe pse për Ramazanin ka vendosur një port të veçantë për hyrjen në xhenet. Unë kam mund të gjej 2 arsye. Sigurisht që kam me qindra mira të tjera, sigurisht edhe shumë të dobishme, por unë do sjell këto të dyja pikërisht për atë sepse më duket se sjell një veçori e cila unë se kam has diku tjetër. E para, nga shahadet është natyrshmëria e njeriut. Do të thënë secila bashkësi e ka një shahadet. Qoftë kjo bashkësi mbi baza nacionaliste, e ka një shahadet. Qoftë kjo bashkësi për gjuetin e peshkut, e ka një shahadet. Qoftë kjo bashkësi për biznese të ndryshme, apo bashkim këtyre korporatave, gjithë këto e kanë që bile edhe hajdutët e kanë një shahadet, që është i tyre, por që s'është i vërtet. Tek ata funksionon, por ai humbet anën mistike dhe anën me cilën ndërtohet njeriu.
Ato janë shahadete materialiste, të cilët edhe kur kanë grimca misteri brenda, sërish ato konvertohen fare lehtë në substancë materiale. Pra, shahadeti i cili është shahadeti i vërtet, ka dobi në këtë botë dhe në tjetrën, sepse është pjesë e natyrshmërisë njeriut. Njeriu kur e thot shahadetin, nuk krijon konflikt me veten. Nuk hyn në një gjendje të parahatshme ose të konfliktume. Gjithashtu, namazi ka pjesën e vet është një nga shtyllat e cila është shtyllë e njeriut dhe natyrshmëria e njeriut. Gjithë grupimet e njerëzve kanë namazin e vet. Disa i falen paras, disa i falen grave, disa i falen shkencës, disa i falen. Domethënë, natyrshmëria e njeriut është të falet. Ti falet dikujt, diçkaje. Por kjo është e suksesshme vetëm atëherë kur falja është në realitetin e vërtetësisë së faljes së namazit. Kur i falet, kur robëria konfirmohet ndaj krijuesit të gjithësisë dhe krijuesit të njerëzve. Edhe gjithçkaje. Pra, të falesh nuk është konflikt tek njeriu, është në harmoni me natyrshmërinë e njeriu. Edhe të japësh, njeriu është veçori e njeriu, asnjëra nga krijesat e tjera nuk jep. Nuk ndan, nuk jep për të tjerat. Vetëm njeriu jep. Mirë po, forma se si jep dhe për çfarë jep është ndryshon thelbin e saj. Ka njerëz që e japin atë nga 100 metra larg, ka njerëz që e japin atë në ndritën e projektorëve dhe kamerave, siç e japin ne tash, po inshallah është në jetë është ndryshe. Ka njerëz që japin për të shfrytzuar dhimbjen e tjetrit dhe për të ngritur vetë. Edhe haxhi gjithashtu ka njerëz që kryejnë haxh në gang, në lumin gang, ka një tjerë që besojnë me bo haxhin, të gjithë kryejnë një lloj pelegrinazhi diku në një vend të jetës. Qoftë edhe tek gjëra të thjeshta fare, prapë se prapë aty kryen. Edhe këtu kemi në Shqipëri shumë vende ku shkohet për pelegrinazhe dhe që s'kan lidhje fare. Megjithatë ato janë funksionale tek ato njerëz, pavarësisht se ato nuk bartin peshën e shenjtës. Vetëm Ramazani, në Ramazan njeriu nuk bën atë që duhet bëj, domethënë atë që ndjen të bëj, pra nuk han kur i hahet, nuk pin kur i pihet, nuk shkon në marrëdhënie me bashkëshortën kur është koha e argjerimit, nuk nervozohet ekstremisht, nuk qan ekstremisht, nuk qesh ekstremisht. Pra, vetëm në Ramazan njeriu i ndalon veten nga e natyrshmja. Dhe kjo është veçoria që ka Ramazani, paktën që unë mendoj se Allahu xhaleshanuhu e ka veçuar atë nga shtyllat e tjera të besimit. Është edhe diçka tjetër. Në përgjithësi kur flasim me njerëz që nuk kanë hyrë në fe dhe nuk janë fal, kur i pyesim pse nuk vjen në xhami, ai thot zakonisht thon kështu, unë nuk vjedh, nuk vras, nuk shaj, nuk bëj gjëra të turpshme e tjerë, dhe s'kam se të vim në xhami. Kjo është justifikim faktikisht, por substanca është që feja nuk është të mos bësh. Feja është të bësh. Nuk është nuk bëj.
Feja, çështja e fesë është të bësh. Bile edhe në Ramazan, substanca e Ramazanit është të bësh atë që të mos e bësh. Të gjithë këto që unë numrova që nuk duhen bërë për Ramazan, ato bëhen në një kohë tjetër, por që ato forcojnë atë që quhet pjesa plotësimi i fitrës njeriut. Mos harrojmë, në fund të Ramazanit, njeriu ka plotësuar fitrën, që për ne është një kuptim shumë i madh, i plotësim, po ta përkthejmë në shqip, i etikës, jo i natyrshmërisë, se natyrshmëri kanë bimët, kanë kafshët, kanë njeriu ka fitër, dhe kjo është veçoria që ka njeriu, dhe ajo plotësohet vetëm përmes 30 ditëve të Ramazanit. Si unë nuk e di. Të më bëni halal nëse jam zgjat. Unë kam privilegjin sot nëse këto gjëra do ju duken ose të vështira ose të thella, kanionet në përgjithësi janë të thella, po kur malet e aty në kanioneve janë të larta. Andaj dhe kanionet janë thella, jo se janë thella kanionet. Unë sot jam afër 2 hoxhallarëve që për mu janë male shumë të larta, dhe nëse unë do ju dukem i thellë, është pikërisht për atë se afër meje është Bekir Alimi dhe Sabahudini, 2 hoxhallarë që unë i du dhe i respektoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë vllajën ton Fatmirin për këto fjalë reflektuese dhe për modestinë e tij të thellë, e cila gjithashtu përçon kulturë. Nëse mund ta themi kulturën duke patur në konsiderat ato çfarë tha Fatmiri. Në fakt, agjërimi kuptohet që është muaj ku besimtarët garojnë për vepra të mira, garojnë për më shumë sevape, sepse dihet që çdo adhurim dhe çdo e mirë në këtë muaj ka shpërblim të shumë fishuar, kështu që çdo sadaka, çdo namaz, çdo fjalë e mirë, çdo gërm Kurani e shumë fishon sevapin e saj, aq sa, siç thot profeti alayhis salam, besimtarët do të kenë shpërblimet e agjërimit të tyre, e Ramazanit të tyre në formë surprize ditën e gjykimit. Në fakt, agjërimi vjen si një nevojë historike e gjithë njerëzimit. Për këtë na flet dhe ajeti kuranor ku përmendëm se agjërimi ka qenë pjesë e gjithë shoqërive, ka qenë obligim i tyre. I tillë do të jetë derisa të ketë jetë kjo botë. Pra duket sikur çdo shoqëri, çdo bashkësi njerëzish, çdo komunitet ka nevojë për një Ramazan, ka nevojë për të ridimensionuar në Ramazanin e tij. Prandaj ne ftojmë Hoxhën Sabahudin Ashari të na flasë për dimensionet sociale të Ramazanit si një nevojë edhe e qytetit dhe jo vetëm e individit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirues më shpirtplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimin. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Edhe unë falenderoj Hoxh Mirelin për ftesën, po njëkohësisht edhe vëllezërit që ka rreth tij, që na e kanë bërë të dashur Pogradecin, popullin e Pogradecit, xhamin e Pogradecit edhe xhamatin e Pogradecit. Realisht e kemi qef kur vim me kënaqësi të madhe, si më thënë. Dhe normalisht vlera e një vendi matet me njerëzit që ka brenda. Kështu që është ky respekt që na bën që të vim me qef dhe me dashuri. Natyrshëm ka edhe një arsye tjetër, që është muaji i Begat, të cilin ne po e presim, për cilin sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë përgatitur 6 muaj para se të vi. Shtohet me fjalë sot, veçanërisht specifikisht në këtë takim, fakti që krahasimin ma mori profesori, se s'mund të hahet me të në krahasime, por profesor Fatmiri kishte kohë që si ishin parë,
na kishte marrë malli për të takuar me të. Më kujtoj edhe vitet 90 kur e kishim qef ne që ishim 3 tuleshim i profesor Fatmirin, madje edhe ndiheshim krenar me fjalë, që rim dhe pim kafe me të, po njëkohësisht kënaqeshim. Kur na mundsote me notu me fjalë në detin e mendimit islam, me fjalë, dhe ai është me vërtet deti i mendimit islam. Është nga të parët që mundoheshim që të vishim në koncept me fjalë të Begoviçit, dhe ishte nga të vetmit ose nga trallët që e kishte kuptuar mirë Begoviçin. Dhe ne u ritëm me fjalë dhe menduam se e kemi kuptuar, por pra sot me fjalë kuptuam që pak kishim kuptuar nga Begoviçi. Normalisht jam shumë i nderuar që jam edhe me hoxhën e dashur dhe nderuar Bekir Halimi, një aktivist i njohur dhe i shquar i ftesës islame në trevat shqiptare. Por i lirin s'po flasim, e thënë se gjithsesi edhe ai është shumë i dashur për mua dhe i respektuar. Pra janë shumë arsye e shumë vëllezër tjerë me fjalë që janë kapital, si më thani, këtij qyteti. Besoj jeni edhe ju të këtij mendimi. Tema me cilën jam ngarku është sa temë thjesht, aq edhe temë e vështirë, sepse të përshfaqesh ose të nxjerrësh në pa dimensionet shoqërore të agjërimit, do të thotë me fjalë që të nxjerrësh në pa le të themi 1/5 e Islamit. Sepse sfera ose fusha ku duhet shpërfaqet ndikimi i agjërimit tek ne është pikërisht me jeta shoqërore. Nëse nuk e shpërfaqim aty, do të thotë që s'kemi agjëru. Madje kështu thot pejgamberi alayhis salam, "Men lam yada qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Ai i cili nuk heq dorë nga fjala e lig dhe gënjeshtra dhe puna me të, le ta di se Allahu mëndshëm nuk ka nevojë për etjen e tij dhe për urinë e tij. Një ditë pejgamberi alayhis salam ishte ulur në hije në një pemë dhe erdhi një person dhe i tha, janë ja 2 gra, mund të ishin edhe burra, kuptohet me fjalë, por në këtë rast me fjalë ndodhen gra që agjërojnë, si më thënë, dhe lodhen shumë në agjërim. Pejgamberi sa me sa duket, edhe pse nuk e tregon këtë hadithi, por konteksti e nxjerr pa, pyeti për ato 2 gra, edhe me çfarë merreshin përgjithësi. I thiri, tha, mi thirin këtu ato 2 gra. I thirën, dhe pejgamberi sa më tha, villni, pra domethënë nxirrni ato çka keni në stomak. Pra në formë mekanike. Kur nxorën bashkë me ato çka kishin pas stomak, nxorën gjak edhe mish. Gjak edhe mish. Tha pejgamberi alayhis salam, këto zonja kishin agjëruar ose kishin heq dorë, kishin privuar veten e tyre duke pas parasysh se koncepti i agjërimit në thelb me fjalë praktikisht është privimi. Tha kanë privuar veten e tyre nga ajo çka ka lejuar Allahu mëndshëm, por e kanë prishur agjërimin e tyre me atë që ka ndaluar Allahu mëndshëm. Këto agjëronin gjatë ditës, mi po gjatë kohës që agjëronin, i uleshin me njëra tjetrën dhe merrnin në përgojë dunjan, pa përgojonin të tjerët. Edhe një herë theksoj se të flasësh për këtë dimension, do të thotë që të flasësh për 1/5 e Islamit. Theksojmë se ajo që teston se sa kanë bërë efekt ibadetet tek ne është marrëdhënia shoqërore, marrëdhënia me jetën, me njerëzit. Pejgamberi sa sem thotë edinu ta'amul, feja është marrëdhënia me njerëzit. Pra ne dhe thotë pejgamberi alayhis salam, el-ibtisamatu fi wajhi akhika sadaqa. Busjeshja në fytyrën e vllajt tënd është sadaka. El-kalimatu tayyibatu sadaqa. Fjala e mirë është sadaka. Dhe do të shohim me fjalë që edhe nëpërmjet agjërimi ndër të tjera përbën vetë një shkollë të komunikimit. Po në çfarë aspekt? Jo në aspektin e të mësuarit teorik, po në aspektin e trajnimit për të zbatuar ato që dim ne në lidhje me komunikimin publik ose në komunikimin me njerëzit. Për shembull, të mësosh që busjeshja është sadaka është diçka, të dish të busjeshesh është diçka tjetër. Të mësosh që t'i japësh dorën tjetër kur ta takosh dhe ta shikosh në sy siç bëte pejgamberi, është sadaka dhe bin gjunafet kur i jep dorën tjetrit. Mi po të dish ta zbatosh këtë është sadaka. Për shembull, në shumë raste ndodhi japim dorën tjetrit dhe kokën e kemi atje. Dhe kjo dihet edhe në etikat islame, është fyrje. Madje Allah më nëshë përmend me fjalë në Kur'an këtë leje lëvëgjë, pa me e këti ftyrën me një. Të dish të japësh sadaka, pasi që në mëson edhe Ramazani, se me të e mbyllim, është diçka. Pa teorikisht, të dish të zbatosh është diçka tjetër. Dikush ta unë sonte do jap një sadaka për hatër të Zotit. Dhe doli në mes të natës.
në atë kohë që nuk mund ta njihte kush, sepse s'kishte qytete me drita, dhe në një rrugë të errët takoi dikë që as nuk e njihte, pra asnjëri tjetër nuk e njihshin, dhe ja la sa të ka në dorë. Të nesërmen tha njerëzit çudi, mbrëmi ka dhënë sa të ka një hajduti. Ky u mërzit. Tha edhe sonte do ta provoj. Të nesër, pra në të njëjtat kushte. Bukur që ta ndihmonte veten e tij për sinqeritet. Të nesërmen tha njerëzit çudi, mbrëmi ka dhënë sa të ka një pasaniku. Ky u mërzit prapë shumë. Të nesërmen tha, pra do ta provoj sonte, prapë. Të nesërmen tha njerëzit çudi, mbrëmi ka dhënë sa të ka një njeriu të pandershëm. Ky u mërzit shumë sepse që të tre përpjekjet i dështuan. Formalisht apo jo? Po. Sepse sa të ka dhënësin, objektin, pra njeti para objektit edhe sa të ka marrësi. Këto janë 4 elementet e procesit të një sa të ka dhënje. Finaliteti nuk u realizu. Po nuk u realizu. Megjithatë Allahu manushëm i çoi një selam dhe i tha mos u mërzit. Sepse sa të kaja që ja dhe pasaniku do ta bëj atë që të thot. Çudi, o Zot, unë as në mes të ditës nuk e kam provuar të jap sadaka, kurse ky në mes natës del jep sadaka për mos më njoft kush. Kurse hajduti do thotë o Zot më fal. Unë dal në mes të natës për të vjedhur, për të plaçkitur njerëz, kurse ky del në mes të natës për të dhënë. Edhe ai personi që ishte i pandershëm me fjalë, me sa duket ishte nevoja ajo që e kishte bërë që të jetë i tillë, dhe vepra e mirë kaq fisnike do ta bëj atë që të heq dorë. Tregohet për Ali Zein el Abidin se kur e lan, pra pasi ndroi jetë, ja lan kufomën, ja gjetën shpinën e tij me kallo. Pra që po e lante. Edhe pyeti, tha, ç'është kjo shpinë kështu, se mirë duart me kallo edhe këmbët, ose gjunjt, po shpina ç'ne? Atnat që ka vdek Zein el Abidin, Ali Zein el Abidini, atnat u kuptua se kush fukareve të Medinës u çonte nat për nat trajsa ushqimesh tek dera dhe kur ngriheshim mëngjes tek dera e tyre gjenin trajsa me ushqime. Tash përfituronja këtë gjest me këtë që s'po na ndihmon sot rrjetet sociale. S'kemi gjë me rrjetet sociale fare, janë shumë të mira, duhet t'i përdojmë maksimalisht. Por me fjalë megjithëse duhet të kemi kujdes me punën e mirë. Puna e mirë është si puna asaj perles që duhet ruhet në atë sandukun e argjend. Pra të duash të bësh punë të mirë është diçka, edhe të dish të bësh, mi po të dish të realizosh punën e mirë është diçka tjetër. Kurse Ramazani është çfarë? Muaj i trajnimit se si të komunikojmë me shoqërinë tonë. Për shembull në muajin e Ramazanit ne shijojmë një lumturi që nuk e shijojmë në muajt e tjerë, por njëkohësisht në të njëjtën kohë na lin shqetësimi që duke pas parasysh se jemi ummeti i rahmetit për gjithë njerëzin, themi sikur edhe të tjerët ta shijojnë këtë që shijojmë ne. Pra na shtohet edhe shqetësimi i kujt që këtë rahmet të Zotit ta përhapin edhe tek të tjerët. Bukur, po kur e marrim këtë dhe analizojmë në hijen e shqetësimit tonë në aktualitetin tonë, duhet i bëjmë pyetje vetes me të vërtetë a na shërben ky muaj i begat që të na kultivohet ky shqetësim në zemrat tona, që të na shtohet akoma dhe më tepër dhimbsuria për të tjerët. Edhe me të vërtet, muaji i Ramazanit është një mundësi shumë e madhe për këtë aspekt. Është mundësi shumë e madhe. Prandaj edhe Allahu mandushëm për të përcjellë një mesazh shumë të rëndësishëm tek njerëzia, për t'u bërë të tyre edhe atyre të dashur Ramazanin, por njëkohësisht për të dhënë argument se Ramazanin e agjërojnë muslimanët që të bëhen më të mirë se para Ramazanit, mbyllet me çfarë? Me dhënje sadakaje, që të parët që t'ia shohin hajrin këtij komuniteti që ka agjëruar, kush janë? Komshiu i tyre, vllau i tyre, motra e tyre, kushiri i tyre, baba e tyre, nëna e tyre, kolegu i tyre. Jusufi a.s. agjeronte një ditë po dhe një ditë jo. I tha, po ti s'të mungon gjë, ç'ne? Tha, atë ditë që agjeroj, kujtoj fukarejt se ishte mbret. Dhe kjo më jep fuqi me bë një lloj empatie, me vënë veten e tyre, veten time në vendin e tyre, siç thot populli, bark ngopuris para e kujton me i fal bark boshin. Allahu manushim një mujriesh në na trajnon me i fal me forcë, me fitu forcë, me bë empati, me gjithë takat dhe forcën e gjithë brendshme me e vën veten tonë në vendin e fukarajt. Njëkohësisht atë ditë që agjëroi i shijoi mirësitë e Zotit dhe tregohen falënderues. Ndërkohë që na thot pejgamberi alayhis salam në çdo kyç
të trupit ju keni detyrë për dhënë sadaka, në çdo kyç, në çdo nyje. Në çdo nyje, por njëkohësisht kjo që na bën, na kuron një problem të madh që shoqëror që është farë, zilia ose smira, e cila edhe në aktualitetin ton ka prish shumë marrëdhënie mes bashkëshortëve me njëri tjetrin. Prindër fëmijë, fëmijë prindër, vëlla motër, motër vëlla, dy vëllezër me njëri tjetrin, kush rrit me njëri tjetrin. Për shkak kujt të zilisë. Ja nda dhe vazhdojnë të ndajnë njerëzit edhe në aktualitetin ton, për të kuptuar se sa shumë është materializuar jeta, për një plam tokë. Nuk flet me vllajën, pse nuk flet me vllajën? Sepse kur nda toka e mori një pjesë më tepër se sa unë, subhanallahu. Vjera Ramazanit thot, zjeroj kraharorin, zjeroj edhe diapazonin, në mënyrë se si shikon gjërat, sepse dynjaja është shumë e kufizuar. Hiku një muaj, pra para një vit i agjëruam, tash ka prapë do ta agjërojmë. Që do thotë ka hikur një vit nga jeta jonë. Unë do ta mbyll me dy mesazhe shumë të rëndësishme, prapë që kanë me lidhje me këtë dimension. Xhihadi më i madh në Islam është urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Thot Allahu më ndëshëm Kur'an, "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Dhe kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar që të jeni dëshmitar dhe kështu jeni nxjerr populli më i mirë ndër njerëz, urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allah. Dhe besoni në Allah. Mirë po, këtë status për të na e dhënë Allahu më ndëshëm, na ka dhënë shkolla trajnimi. Në ka bërë shkolla trajnimi, në ka dhuru shkolla trajnimi. Një nga këto shkolla është kush? Është shkolla e agjërimit. Si e realizojmë këtë, në çfarë forme? Shikoni, një nga kriteret bazë të suksesit edhe në dynja dhe në ahiret kush është? Disiplina. Namazi për shembull është disiplinë. Vetvete është disiplinë e kujt? Edhe e trupit edhe e shpirtit. Vendosja e ekuilibri. Vije muaji i Ramazanit e shton kapacitetin e njeriu për të qenë akoma dhe më tepër i disiplinuar. Akoma dhe më tepër i disiplinuar. Edhe disiplina është kushti kryesor i realizimit të ligjit hyjnor kuranor. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa nuk ndryshojnë veten e tyre ose derisa të ndryshojnë veten e tyre. E ka të pamundur njeriu të ndryshojë nëse nuk ka disiplinë. E ka të pamundur. Kemi një problem shëndetësor, shkojmë tek mjeku, bën diagnozën, bën diagnostifikimin, jep recetën e thotë. Kaq do pish mëngjes, kaq në drekë, kaq në darkë. Disiplinë. Vjen namazi, disiplinë. Pra për ta kuruar smundjet duhet disiplinë. Për ta kuruar veten duhet disiplinë. Për ta kuruar shoqërinë duhet disiplinë. Por atë parë me kë? Me veten. Edhe vlera e disiplinës është një nga vlerat madhore që në aktualitetin ton unë mendoj se është e nevojshme më tepër se kur do herë tjetër. Më tepër se kur do herë tjetër. Për të realizuar atë mision të madh me cilin na ka ngarkuar Allahu mëndshëm Zoti i gjithësisë. Njëkohësisht le të marrim aspektin e prapër qëndrojmë me i fat tek urdhri për të mirë dhe tek ndalimi nga e keqja. Është e pamundur që të bëhet ndryshim, ai ndryshim që na e kërkon Allahu mëndshëm Zoti i gjithësisë, nëse ne nuk jetojmë me shqetësimin e të tjerëve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam urdhëron e thotë, më i miri prej besimtarëve është ai i cili që jeton me robët e Zotit dhe duron të këqijat e tyre. Dhe nuk është në të njëjtin nivel ai që largohet nga njerëzit, izolohet prej tyre dhe nuk i duron të këqijat e tyre. Në një shoqëri, thot pejgamberi, ku thot njerëzit, heleken nas, pra ata kanë marruar, janë të shkatruar. Fa huwa ahlakahum aw fa huwa ahlakuhum. Thot ai është sebebi që ata janë shkatruar, ose leximi tjetër, ai është më i shkatruari. Ai është më i shkatruari. Mi po përjetu me njerëzit, duhet forcë. Ku e marrim këtë forcë? Në Ramazan. Një çështje tjetër që na hyn shumë punë, vlerë shumë e madhe, po që ka të bëjë lidhje me besimin që na kultivon shumë Ramazani, pra hatri i Zotit, është kush? Respektimi i ligjeve hyjnore. Respektimi i kujt? I ligjeve hyjnore. Dhe unë mendoj se tema e ligjeve hyjnore në aktualitetin ton, ma deftoj edhe veten time si hoxh, po gjithë hoxhallarët e tjerë, duke pas parasysh se edhe jemi brezi që jemi ngarkuar, duam apo s'duam, po të analizojmë pak veten, jemi brezi që jemi të ftuar që të bëjmë ndryshim. Duke u referuar edhe historisë popullit ton. Mi po, duke qenë se ne si brezi jon,
mbase nuk do të bëj atë ndryshimin esencial ose rrënjësor, po të paktën e ka për detyrë me përgatit brezin e dytë që të bëj atë ndryshimin esencial, dhe historia e Musait a.s. na e përcjell këtë mesazh. Brezi i Musait filloi ndryshimin, brezi që edukoi Musai bëri ndryshimin. Mi po çau duhet këtyre njerëzve. Po të shikojmë me aktualitetin ton, edhe ne si musliman, dhe më lejoni që të jem shumë i drejtë për drejtë. Kur vim dhe analizojmë aktualitetet shoqërore, ne i analizojmë sipas parimit kuantitativ sasior, me sasi, me shifra. Ata janë më të fortë, ai është më i fortë, ai është ka më tepër etj. Ku kanë shku, shikoni se kanë ecë etj. Dhe gjithmonë analiza është, dhe prandaj unë mendoj se arsyeja kryesore, sepse edhe ne si musliman kemi ra prej e frymës negativiste, pesimiste, është sepse kemi ra në të njëjtin problem ku ka ra vetë civilizimi bashkohor, që është bërë me fjalë esencialisht dhe ekstremisht kuantitativ sasior, dhe gjithçka e mat me sasi. Dhe unë në një farë mënyrë i jap të drejtë gjithë muslimanët, duke dhënë edhe vetes time, që jetojmë në këtë aktualitet se jemi pjesë e këtij civilizimi. Por ky nuk është justifikim, se pra ne kërkohet ndryshim. Pra ne thot Allahu manushëm, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa të ndryshojnë veten e tyre. Dhe por derisa thot veten e tyre, do thot diçka për te aktuales. Do thot diçka që duhet ta kërkosh ke vetë, do thot me atë që ka të lidhje me shpirtin, ka të lidhje me idetë, që gjitha këto janë për te lëndore, janë trascendentale, ku duhet me i marr. Shkurtimisht na thot ajeti kuranor, ktheuni fort tek Zoti dhe matni veten tuaj dhe aktualitetin tuaj me standardet hyjnore dhe analizoni aktualitetin me ligjet hyjnore dhe faktonizoni ato në diagnostifikimin e aktualitetit, por të përcaktuar ashtu siç duhet diagnozën dhe moti ilaçin. Dhe pasi për ta përcaktoni mirë ilaçin, duhet t'i duroni atij ilaçi si puna e mjekut të mirë. Mirë, po për ta bërë këtë gjë duhet çfarë? Besimi i thellë, një, dhe para besimit të thellë duhet kuptimi i thellë i kujt? I ligjeve hyjnore të ndryshimit. I ligjeve hyjnore të ndryshimit. Pra Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ndryshojë vetën e tyre. Ç'është kjo që duhet ndryshuar ke vetja? Idetë dhe emocionet, vetë perceptimi, vetë vlerësimi. Këtë bëri sahabë, këtë pejgamberi sa me sahabët e tij. Edhe filloi ndryshimi. Po tjetër gjë, në lidhje me marrëdhënie me zullumin, çfarë thot Allahu mëndueshëm? Po të shikojmë ne, edhe muslimanët bëjnë pa dashje bëhen pjesë e këtij gabimi, ka mbaruar ky vend. Këto e trashëgojnë me njëri tjetrin, kupton. Pra këtu me fjalë këto luajnë me njëri tjetrin, edhe populli i shkret ka marrë fundet. Subhanallah. A ka aktualitet me fjalë që mund të jetë i vështirë për Allahun e Madhëshëm për ta ndryshuar? Allahu Madhëshëm po do ju qallibu lejle fi nahar, wa nahar, fi nahar, wa nahar. Allahu me fjalë e kthen përmbys ditën dhe natën, pra i zëvendëson me një tjetër. Nuk që kanë gjendje me ndryshu gjendjen tonë, Allahu Madhëshëm sa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Zemrat e birit Ademit janë mes dy gishtave për gishtave të Allahut Madhëshëm, i transformon si doj. Po doj thot Allahu Madhëshëm i bëj rob me fjalë që të benda një sekondit bën musliman. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Po doj Allahu Madhëshëm gjithë njerëzit bëhen besimtarë. Mirë, po Allahu Madhëshëm na ka zbritur në ligjin Kur'an për t'i përdorur për të bërë ndryshimin. Pra na thot një imam i madh, la tusadimu nawamisal kauni fa innaha ghallabe. Mos bini ndesh me ligjet hyjnore që ka vendosur Allahu Madhëshëm, sa ato janë mposhtëse. Mi po çfarë më bë? Por përdorni ata dhe me fjalë manevroni me linjën e tyre, do të thënë futni punë dhe pastaj prisni triumfin, prisni ndryshimin dhe ai nuk është larg. Ai nuk është larg. Dhe një nga gjërat kryesore, se ligjet kryesore që duhet studiuar në Kur'an, janë ligjet që kanë bëj lidhje me zullumin. Ne për shembull në aktualitetin ton vuajmë shumë për zullum, nga zullumi apo jo? Vuajmë shumë nga zullumi. Dhe unë do të jap një shembull tjetër në një nga ligjet hyjnore do ta mbyll. Edhe kur vjen puna dhe i qasëm i zullumit, na duket vetja shumë të vegjël. Pse na duket vetja të vegjël përpara zullumit? Sepse nuk e kemi nalcu dhe nuk e kemi madhnu veten tonë me ligjet hyjnore. Çfarë thot Allahu Madhëshëm? Një nga sure që u mësojmë trive, ne? Sura Fajr, wal fajr wal layalin ashr wal shafa wal watr wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Betohet Allahu Madhëshëm në natën dhe ditën, duhan, namaz, me fenko, pastaj thot, a nuk ka pra mësim për njerëzit e mendjes në këto betime? Pastaj sill Allahu Madhëshëm kë historinë Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. A nuk e keni pasë se Allahu Madhëshëm bëri me Adin, Iram dhatil imad, edhe me popullin e Iremit me fjalë me ato shtyllat e larta,
Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dhe si ato popull nuk janë krijuar asnjëherë, se e popull në vende. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dhe Thamudi që ndërtoi qytet brenda në shkam. Wa Firaun dhe Lutat, shikoj tash. Wa Firaun dhe Lutat. Dhe Firauni me ato kështillat e larta, alladhina tagaw fil bilad, që e ka përcyer zullum, fa aktharu fi al-fasad, dhe e shkuan në te skajshmërimi, fjalë në prishje, fa sabba alehim rabbuka sawta adhab. Dhe Allah manushum kur ata arritën këtë cak, u aderdhi zemrimin e tij, në fund këtu është më e bukur. Inna rabbaka labil mirsad. Allahu manushëm e ka gjithçka në kontroll. Mirsad në arabisht do të thotë frengji. Ai që është në frengji do të thotë me fjalë edhe pse është e ngushtë, ka me fjalë precizitet të jashtëzakonshëm për atë që e ka përballë. Inna rabbaka labil mirsad. Tash i ndalo kjo këtu. Pra i thotë Allahu mund të sqaron ndryshe, wala tahsaban Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e mendo Allahu në manushëm gafil dhe të padhëmshëm ndaj asaj që bëjnë të padrejtët. Pra ne thotë populli, zullumi kur trashet kputet. Zullumi kur trashet kputet. Gjithçka kur hollohet, kputet, ama zullumi kur trashet kputet. Allahu manushëm, veçanërisht zullumit i ka vendosur ligje që ne duhet i studiojmë. Me pun krahun tjetër, thjesht presim që të bie zullumi, jo, ligji i dytë, wa qul ya'malu, dhe thuaj punoni. Dhe thuaj punoni, se Allah do ta shikojë punën e tij. Besimtarët dhe profeti dhe besimtarët dhe ditën e Kiametit do të njoftojnë për atë që keni punu. Bukur? Tash do thotë, në zullumi me fjalë Allahu manushim i vjen hakut me ligjet e tij. Po ju çat bëni? Thot Allahu manushim, mos u merrni me llaf. Mos rini thjesht duke u anku. Çdo kush në llogorën e vet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kush është në llogorën e tij, i jepi hakun. Ti ke kaq mundësi me punu. Vjen Ramazani dhe ne i risistemon edhe një herë prioritetet tuaja dhe na thot, o robi i Zotit, një jetë ke, shefi hiku një muaj, një vit. Arrit e prapë Ramazani, do ikën edhe ky, edhe viti tjetër. Ti ke një jetë, ditët janë të kufizuar, koha e kufizuar, kapacitet të kufizuar, përqendrohu tek një gjë që dita bësh mirë për hatër të Zotit, asaj jepi hakun se ashtu vjen ndryshimi me lejen e Allahut mëndshëm. Profeti alayhis salam thot, edhe ky është ligj hyjnor madhështor. Dhe unë e them këtë sepse e ndesh shpesh, për shembull, her pas here me prindit, veçanërisht prindit e ri. Pse një ose dy fëmijë, vallahi o hoxh, ke parasysh, nuk është problemi i parës ose i rritjes në aspektin financiar, po është bërë vështirë me eduku fëmijët, subhanallahu. Është bërë vështirë me eduku fëmijët. Pejgamberi sa sen çfarë thot? Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fëmijë lind për të qenë musliman. Walakin walidehi, por prindrit e tij janë ata që e devijojnë atë dhe japin drejtim tjetër. Ky është një ligj hyjnor ku na thot Allahu mëndshëm. Sa do e prishme me qenë shoqëria. Nëse prindri do bëj detyrën e tij në lidhje me fëmin, do t'i jap hakun në edukim, në lidhje me Zotin, në lidhje me përgatitjen për jetën, aspektin profesional, shkencor etj. Më radh, por mbi gjitha në lidhje me kuptimin e ekzistencës tij, besimin në botën tjetër etj. Më radh, nuk ka shoqëri në dynja që mund ta prishi atë fëmijë. Nuk ka shoqëri në dynja që e prish. Dhe na e sill Allahu manushëm rolin e prindit për të na thënë që është roli kyç. Prandaj, sapo del fëmia nga barku i nanës, çfarë bëjmë? Me njëherë këndojmë ezanin. Çfarë bëjmë? Me njëherë i qitim flokët, japim sadaka. Çfarë bëjmë? E bëjmë synet. Me njëherë çfarë? Bëjmë akika. Që gjitha këto janë ibadete për ta lidh fëmin që në xhenez me kë, me Allahun e manushëm, Zotin e gjithësisë. Prandaj është na del për detyrë. Si prindër, ashtu siç themi, fëmia, për shembull, a ka ndonjëri prej nesh guxim të thotë, ti thot fëmis në ditë, rri me nanën sot se dukesh pak i lodh, mos shkon në shkollë. Mund ta bëjmë ne kur është smur, ka temperaturë. Po fatikisht se bëjmë zakonisht. Madje na duket diçka jashtëzakonshme, mos shkon në shkollë. Ne duhet i themi fëmis, ti nuk ke 5 ditë në javë shkollë, po ke 6 ditë në javë. Ditën e 6, vetëm 2 orë në ditë do shkojmë ke hoxhat na mësoj Kur'an. 2 orë. Mirë, por as parë duhet ta bindim veten tonë për këtë rol. Ne vetë duhet ta fusim në program. Edhe po e bëm këtë gjë, edhe shoqëria me lejen e Allahut mëndush ka për të ndryshuar shumë shpejt. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë profesor Sabahun për këto fjalë, të cilat ishin një mini akademi e Ramazanit, Zoti shpëlet me të mira, dhe veçanërisht për ato këshilla praktike në raport me familjen, me edukimin e fëmijëve, të cilat ishin vërtet brillante, Allah shpëleft. Ne do të flasim gjithashtu për Ramazanin si një shkollë e edukimit praktik, dhe Hoxh Bekir Alimi ka përgatitur disa këshilla, disa orientime se si këto ditë të përcaktuara, 29 apo 30 ditë,
të jenë një praktik e prekshme nga ne. Fatikisht të gjithë nga ne, edhe pse mendojnë me arsyeën e tyre, me racjen e tyre, gjithë secili vepron atë që do. Pra jo atë që di, po atë që do. Dhe zemra, sipas studiusëve, sipas hoxhallarëve, ushqehet ka dy burime. Ka mendjen, racion, ka dhe pasionet, epshin, lakmin. Ajo që do dominoj zemrën, ato do të jenë dhe vendimet e gjithë secilit. Si të arrim që së paku në këtë Ramazan, zemra të dominohet nga kuptimet e drejta, nga arsyet të cilat na çojnë tek e vërteta, na çojnë tek e drejta, na çojnë tek e bukura. Ftoj Hoxh Bekirin për fjalën e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhërishëm e lavdërojmë dhe falënderojmë. Lavdët dhe bekimet e tija ja dërgojmë njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para se të vazhdojmë me fjalimet tona, jeni mërzit, jeni lodh. A mund të vazhdojmë me njëjtën tempo apo duhet pauzë? Se ne hoxhallarët kemi energji pozitive, sepse kështu na mëson Islami. Edhe na ngrohet zemra dhe trupi megjithëse mund të jetë ambienti i ftohtë. Pastaj e dyta është ata që flasin e kanë më lehtë se ata që ndëgjojnë. Edhe nëse jemi lodhur, bëjmë pauzë. Do të thotë në rregull është situata, s'ka nevojë për pauzë. Allah është përbleft Hoxhën Mirel bashkë me xhamatin shoqërues, ata ushtarë të panjohur që kujdesen që qytetit tuaj t'ja bëj një moment historik i cili do ngelet në kujtesën e gjeneratave që vinë pas. Këto aktivitete s'ka dyshim se nuk arrin për të ndryshu të gjitha botkuptimet e pjesëmarrësve në këtë simpozium, apo shoqërisë me cilët bashkëjeton kjo pjesë e besimtarëve që është në këtë simpozium, sepse dituritë mbi fenë islame janë të shumta dhe janë të mëdha, dhe ato me një simpozium as nuk mund të arrihen të merren të gjitha apo të ndryshohen ato që kemi gabim. Mirë, po çka ndodh? Këto simpoziume janë momentume të rëndësishme të zhvillimit të jetës fetare në një vend. Dhe janë momente që ngelen në kujtesë, që nga më i moshërituri plaku në këtë sallë deri tek fëmia më i vogël që është këtu. Edhe nga këtu lind edhe vlera dhe rëndësia që kanë këto aktivitete dhe shpërblimin që e marrin të gjithë ata që kanë qenë pjesë e iniciativës për këto tubime dhe takime. Andaj, Allah i shpërbleft se ne që vim edhe i gjem të gatshme gjitha këto gjërat, ndoshta në momentet caktume nuk kemi të vetëdijshëm për angazhimin, për lodhjen, për kontributin që bëjnë ata, gjithë stafi, zbashku me Hoxhën Mirel, për të qenë ky organizim në këtë nivel. Allah i shpërbleft. S'ka dyshim se këtë simpozium e zbukuroni ju, që e keni mbush sallën, sepse ky aktivitet është bërë për ju. Dhe përgjigjen që ja keni dhënë thirrjes për të qenë në këtë simpozium është më madhështoria në gjithë këtë momentum. Pas juve janë mysafirët e nderuar, vllau jon i dashur, akademiku Fatmir Baçi, që me te, megjithëse unë jam i Shkupit, po me te e kemi një histori shumë gjatë të miqësisë, dhe lusim Allahun e madhëshëm që ta vazhdojmë këtë miqësi deri në fund të jetës sonë këtë botë, po ajo që është më e madhështore të jemi miqë dhe të ulemi në koltuqet e xhenetit ballë për ballë inshallah taala. Na kemi asete, kemi njerëz të mëdhej që fatkeqësisht flas si shqiptar përgjithësi tani, jo vetëm për Shqipërinë, shpeshe nuk din të din vlerën atij vlerësoj. Rasti vllaut ton Fatmir Baçit, me peshën akademike dhe intelektuale që e ka, rasti i profesorit Jan Zekthit, njëjtë domethënë me peshën dhe vlerat akademike që ka, rasti i vllaut ton Ervin Hativi që gjithashtu me peshën e madhe që ka, i kemi asete që shumë popull do i donin t'i kenin në mesin e tyre.
Mirë po parashtrohet pyetja sa na u adin vlerën, kjo ngelet për të dhënë një përgjigje të saktë. Edhe vëllaun ton hoxhën e dashur, hoxhën Sabudin Jashari, i cili kontributi i tij është goxha i madh në shërbimin e Islamit në vendet tona, Allah i shpërblefti dhe shëndet dhe suksese në të gjitha angazhimet dhe projektet e tija. Ajo që u bo shumë e bukur në këtë fjalim, në këtë simpozium, se nisëm prej thellësive të Fatmirit për të hulumtuar margaritar të agjërimit dhe Ramazanit në pjesën e kontributit social, plotësohet dhe përfundon me këtë që do mundohem ta paraqes para jush në përputhje me këtë atë që u tha, tamam ashtu si duhet të kuptohet Ramazani dhe agjërimi si shkollë e edukimit praktik. Se teoretikisht ne mund t'i dim gjërat. Mirë, po sigurisht e tha edhe hoxha i dashur, hoxha Sabudin, ka dallim mes asaj që e dim dhe asaj që e bëjmë. Pastaj ka dallim edhe mes asaj që e dim dhe asaj se si e bëjmë. Kur ta bëjmë. Dhe për këtë shkak, Ramazani është tamam një shkollë e edukimit mirëfillt. Edhe subhanallahu kjo lidhet edhe me urtësinë absolute të Allahut të Madhërisëm. A e din se njeriu si qenje, edhe në pjesën e zhvillimit mental, edhe në pjesën e zhvillimit emocional, e kap thatësia. Edhe i zbehen emocionet edhe i dobësohen informatat. Sepse jeta e përditshme dhe sulmet me cilët ballafaqohet njeriu në përgjithësi dhe besimtari në veçanti nga xahilieti në cilin ai jeton, ja dobësojnë besimin dhe normalisht ja vjetërojnë informatat që i ka. Dhe vjen Ramazani si një oazë brenda një shkëtire të madhe që furnizon me gjërat e nevojshme. Dhe andaj, për një analize që është bërë Ramazanit dhe agjërimit, ka dalë shesh se janë 4 nivele të mësimeve që i merr besimtari gjatë kësaj shkolle, kësaj akademie. Niveli i parë është mësimet në aspektin shpirtënor imanor. E dyta është në aspektin edukativ. E treta është në aspektin moral dhe e katërta është në aspektin social. Në aspektin social, hoxha Sabudini i shtjelloi duke i konkretizuar deri në imësira disa probleme që janë jo vetëm Ramazan, po janë gjatë gjithë jetës sonë në ndërtimin e shoqërisë ose në ndërtimin e komunitetit musliman brenda shoqërive tona. Ajo raporti mes prindit edhe fëmijës që u përmend. Normalisht, të gjitha nivelet e përfitimit nga shkolla e Ramazanit janë të rëndësishme. Allahu i Madhërisëm i dedikohet individit që tek ai të mbjell vlerat e ai pastaj të ushqehet me energji pozitive dhe të fillon atë që e përmendi hoxha Sabudini, procesin e reformimit të shoqërisë ku ai jeton. Edhe normalisht, në këtë rast, optimizmi është energjia më e rëndësishme në angazhimet tona. Se nëse ti nisesh në reformimin e shoqërisë ku jeton ti me pesimizëm, ti salin askund. Po jam një, si do e ndryshoj këtë gjendjen. Gjithë pejgamberët e Zotit, profet e tij, ku kanë filluar kanë qenë një. Edhe janë ballafaqur me situata shumë më të vështira me të cilat ballafaqohemi ne sot. Mirë po, besimi i paluhatshëm i tyre, mbështetja e madhe në Allahun e Gjithfuqishëm dhe angazhimi i vazhdueshëm i tyre për arritjen e kauzës së tij, e ka arritur domosdoshmë suksesin i cili ka qenë i pa arritshëm në fillimet e veprimit të tij. Për të mos marrë kohë shumë, do mundohem të jem shumë koncis dhe t'i përmendi vlerat të cilat mund përfitohen praktikisht në gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe është mirë që ato të shënohen dhe të shohim suksesin ton drejt përfitimit të këtyre vlerave në jetën ton individuale. Në aspektin imanor, në aspektin domosdoshmë shpirtënor, vlera e parë dhe kryesore që merret, s'ka dyshim se është devotshmëria. Edhe në gjithë na kemi nevojë për ta këshilluar njëri tjetrin me devotshmëri. Është porosia e Zotit që vazhdimisht kemi dro madhninë e tij, kemi parasysh fuqinë e tij, kemi parasysh dhuntit e tij,
të kemi parasysh nevojën tonë për te, dhe në prizmën e këtë kësaj të zhvillojmë jetën tonë. Kjo e ushqen devotshmërinë ke ne, gatishmërinë për të respektu kufi që ka caktuar madhëria e tij, dhe për të respektu urdhnat që ai na jep neve, të cilat urdhra përveç se manifestojnë raportin e njeriut me Zotin, raportin e nënshtrimit të njeriut ndaj Zotit, ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme në këtë rast është se shoqëria gjithë bota përfiton në momentin kur besimtarët i zbatojnë urdhnat e tij. Dhe kjo vlerë është taksativisht e përmendur në ajetin e agjërimit, la'allakum tattaqun, që të bëheni më të devotshëm. Çështja e dytë që ka të bën me dimenzionin shpirtënor dhe imanor është namazi. Adhurimi i Zotit nëpërmes të falmes. Fatmir Bashi e përmendi faljen edhe tregoi se nuk ka njeri që nuk ka nevojë të falet ditë shkafit. Mirë po, vjen Islami në të gjitha versionet e veta, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe insiston që kjo e falur të jetë e drejtuar ndaj atij për të cilët varet jeta jonë, edhe jeta e gjithësisë. Edhe kjo e falur t'i drejtohet Allahut të Madhërisëm. E tani, falja e rëndomt jashtë namazit janë 5 kohë dite, 5 kohë namazi gjatë ditës. Në Ramazan e kemi edhe një namaz shtesë, namazi i teravis. Edhe shifne, nëse kemi besimtar jashtë Ramazanit që kanë vështirë t'i përmbahen faljes e 5 kohëve gjatë ditës, që janë më të shkurta dhe me recate më pak, në Ramazan ka një entuziazëm shtesë për të falë edhe 20 recate teravi, apo 8 recate për shumë më të gjata. Edhe kjo është nga atmosfera dhe klima të cilën e sjell Ramazani me vete. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se në Ramazan ka frymëzime nga Zoti i Madhërisëm, nga mëshira e tij, edhe u aleton besimtarve për mbushjen e obligimeve ndaj madhnisë së tij subhanahu wa taala. Mirë po, kjo teravi kërkon prej besimtarit që namazi të jetë epiqendra e vëmendjes së tij gjatë jetës së tij. Edhe gjithë organizimi i jetës së tij të shkon në përputhje me namazin si prioritet në jetën e tij. Që edhe jashtë Ramazanit ai të rinë gati kësaj detyre nga të madhit Zot, dhe pastaj normalisht shef suksesin nga ky kujdes që ka për këtë namaz në jetën e vet, edhe individuale, edhe profesionale, edhe shoqërore, edhe kolektive dhe familjare. Prej vlerave që neve na mëson në aspektin shpirtënor dhe imanor është afërsia jonë me Kur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazanit është muaj që zbriti Kur'ani, do thotë raportet e besimtarëve me Kur'anin Ramazan janë më të afërta. Mirë po, raportet e besimtarit me Kur'anin nuk duhet të jenë si përfaqësore. Edhe fatkeqësisht ne kemi e para problemi i parë, kemi mungesë komunikimi me Kur'anin, edhe e dyta kur fillojmë me komuniku me Kur'anin ne kemi shumë si përfaqësor. Edhe andaj nuk arrin Kur'ani të depërton thellësitë e mendjeve tona, thellësitë e zemrave tona, që të bën atë transformimin brenda nesh, ashtu siç e bëri tek muslimanët e parë. Edhe andaj njëra prej pikave dalluese dhe arsyeve kryesore sipas dietarëve musliman që arritën të transformojnë sahabët ishte më ky. Fakti se ata kishin burimin e fesë shumë të pastër, edhe ky burim i fesë kaq i pastër dhe kaq i thellë dhe kaq i fuqishëm arriti bën ndryshimin tek ata. Kur'ani me garancë të Zotit prej asaj dite deri më sot është i njëjti, i pandryshueshëm, madje asnjë shkronjë. Ku është defekti? Te Kur'ani jo, se është i njëjti. Defekti është ke ne dhe raport jonë me Kur'anin. Edhe sikur se ne muslimanët të lexojmë Kur'anin edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, duke u thelluar në porosit e shumta që ka, atë ndryshimi jonë do kalonte në fazën e ballafaqimit ton me xahilietin cilën na jetojmë. Edhe do përplaseshim me mendime që imponohen, të cilat janë të dëmshme për çdo individ brenda shoqërisë ku jetojmë na. E mos flasim për shoqërinë të rësi. Edhe andaj Kurani është sfidues ndaj gjithë njerëzve sot në botë, për shkak thellësisë që ka në përplasjen e mendimeve, të cilat dalin nga emra të ndryshëm të filozofëve, por në origjinë
ato e ka një burim. Ajo është shejtani i mallkum i cili i cyt njerëzve mendime të ndryshme për të zhvendos mendimet që dalin nga Kurani, nga pozita e dominancës në pozitën e marginalizuar. Edhe andaj ne si musliman, hoxhallar dhe xhamat duhet kemi guximin e artikulimit të porosive të Kuranit dhe nëpërmes porosive të Kuranit të ballafaqojmë të gjitha mendimet që sot tentohen edhe të imponohen shoqërive me fuqinë e ligjit. Megjithëse ato janë dëmshme edhe për individin edhe për shoqëritë tona. Andaj ju e dini shumë mirë se në Ramazan i dashur Jon Muhamedi lavdi dhe bekimi Allahu qoftë mbi te takoheshte me Xhibrilin dhe e studionin Kur'anin. Zakonisht kene, domethënë përkthehet e lexon te Kur'anin, që është pjesa kryesore, po ishte edhe pjesa e analizës dhe studimit të Kur'anit për të kuptuar thellësirat dhe për të artikuluar ato tek besimtarët. Andaj Allah i madhreshëm në përshkrimin e Kur'anit thotë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an i udhëzon njerëzit drejt asaj që është më e saktë. Edhe nëse ka këtë fuqi të kalumen, duhet ta ketë edhe nëse ka pas këtë fuqi të kalumen, duhet ta ketë edhe sot, por jo që nuk e ka sot Kur'ani këtë fuqi, problemi është se ne muslimanët nuk kemi arrit të artikulojmë të vërtetat e Islamit dhe të shndrojmë ato në udhë fyes për besimtarët. Katër dimensioni, domosdoshmë vlera e katërt që na e nxjerr dimensioni imanor dhe shpirtëror është puna e sinqeritetit. Agjërimi është ajo që përmend edhe Fatimiri, adhurim i papërsëritur tek tjerë, domthonë kuptimin se është raport shumë i sinqert mes njeriu dhe Zotit të tij. Është adhurim i fshehur. Edhe kultivon këtë fakt që fatkeqësisht shpesh herë neve në veprimet formale të ritualeve islame e humbim atë thellësinë bazike. Ajo është raporti i kulluar i njeriut me krijuesin e tij. Edhe këtë feja ndërtohet mbi këtë parim. Raport specifik, raport i veçantë, raport special që ka njeriu me krijuesin e tij. Edhe ky raport bëhet mes zemrës së njeriu dhe Zotit të tij. Andaj vjen Ramazani, neve na rikthen përsëri në klasën e parë, çojmë na a kemi filluar këtë haprimin ton, veprimet tona, adhurimet tona t'i bëjmë për të kultivuar këtë raport me Allahun e Madhëshëm apo për të përfitime personale, shoqërore, klanore, materiale të kësaj bote. Andaj, ashtu sikur është i rëndësishëm sinqeriteti, është shumë i gjykuar syefaqësia të gjitha adhurimet. Edhe njëra prej fakteve që dëmton sinqeritetin është publikimi i veprave të mira, gjëra që fatkeqësisht tani për shkak të përhapjes së rrjeteve sociale është bërë një fenomen i imponuar, shpesh edhe gabimisht, ndonjëherë edhe me dobi të caktuar. Megjithatë, unë edhe ti duhet ndërtojmë raportet tona me Allahun e Madhëshëm në bazë të këtij sinqeriteti që janë të kulluara dhe janë të veçanta vetëm për Allahun dhe ta ruajmë çdo vepër që e bëjmë në atë pjesën intime dhe private të raporteve tona me Allahun, që ajo të qëndrohet në energji pozitive për të na dhënë neve vullnet me vazhdu me adhurimin e Zotit dhe me dobinë e shoqërisë pa marrë parasysh a na shpërblen shoqëria a nuk na shpërblen. Edhe kjo është një prej komponenteve që na jep energji pozitive për të mos u lodhur në rolin ton që kemi për të arritur reformimin e shoqërive në cilët na jetojmë. Dhe hadithi që përmeni, domosdoshmë që u përmend në fillim të këtij simpoziumit, çdo vepër e njeriu është për te, përveç agjërimit i cili është për mua. Ky përshkrim është i jashtëzakonshëm në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që realisht e zhvendos njeriu në një pozicion shumë të veçantë gjatë agjërimit me Allahun krijuesin e tij subhanahu wa taala. 5. Tani kalojmë te pjesa edukative. 5. Do të thotë agjërimi na mëson neve një vlerë të jashtëzakonshme që është bazike në ballafaqimin me të gjitha situatat e jetës sonë, është durimi, sabri. Besimtari që përzihet me njerëz dhe u bën sabër dëmeve që bëjnë njerëzit është më i mirë se sa besimtari që nuk përzihet me njerëz dhe nuk u bën sabër dëmeve që bëjnë njerëzit. E kjo ti detyron që të ngelesh vazhdimisht në ballafaqim me situatat dhe mos ndryshosh
qëndrimin tanë edhe të mos lodhesh në këtë detyrë dhe këtë mision tënd. 6. Përpjekja e vazhdueshme e luftës me egon tane, me veset e tuja dhe me të gjitha mekanizmat që pengojnë vetëdijsimin e popullit dhe rikthimin e tyre tek Zoti i tyre dhe tek vlerat pozitive. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmes agjërimit na mëson neve në këtë adhurim të jashtëzakonshëm që është xhihadi me nefsin. Kuptimin edhe pastrimit të nefsit ton, egoson, po edhe të detyrimit të egoson që t'i nështrohet urdhave të Zotit dhe t'i rinë besnik misionit që ka marrë nga Zoti. Edhe të mos dorëzohet dhe të mos lodhet në këtë proces deri në momentin e fundit, ashtu siç Allahu i Madhëshëm tha: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", adhuro Zotin tan derisa të vjen vdekja, ose tha Allahu i Madhëshëm: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", dhe ata që përpiqen në rrugën tonë, ata ne do t'i udhëzojmë, do t'i inspirojmë ata të gjejnë mekanizmat e duhura për gjetë përgjigje për problemet që gjendemi na. 7. Edukohemi në fjalorin ton. Do thot, nëpërmes agjërimit, secili prej nesh ka lapsuze, ka fjalë që i lëshon pa ja menduar mirë kuptimin, domethënien. Kemi fjalë banale që i përdorim nga mungesa e nivelit lartë të kulturës, së komunikimit. Dhe vjen agjërimi edhe këtë pjesë, megjithëse për shembull dikush e llogarit si të parëndësishme, po zakonisht të gjithë ata që merren me studimin e vlerave morale të një shoqërie e llogarisin të jashtëzakonshme, sepse mënyra e komunikimit tregon kulturën e një shoqërie. Edhe agjërimi neve na mëson që të ikim banalitetit, po madje edhe agresivitetit gjatë komunikimit me tjerët. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot besimtarve, do thot men lam yada qawl az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'ama wa sharaba, kush nuk e lën gënjeshtrën dhe veprimin me të, Allahu nuk ka nevojë që ta lën ai njeri hajën dhe pijen e tij. Kështu që gënjeshtra, përgojimi, shpifja, trillimi, mendjemadhësia, kështu me radhë janë fenomene që manifestohen përmes të folurit ton. Gjatë agjërimit besimtari e ruan gjuhën e vet dhe nuk i lejon vetvetes që të bie në kësi nivele të ulta. E 8. Agjërimi e mëson besimtarin që të ketë vetë përmbajtje edhe të mos ketë hakmarrje. Këtë ne jemi njerëz emocional, momentin e provokimit, ofendimit, është e natyrshme secili prej nesh t'ia kthen atij që na provokon ose ofendon me të njëjtën mos. Mirë po, agjërimi neve na mëson që të kemi vetë përmbajtje dhe reagimet tona të jenë të dobishme për ne që reagojmë dhe për të tjerët të cilët na provokuan. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tha: "Fa in sabahu ahadun", nëse e shan dikush, au qatalahu, apo dëshiron të grindet me të, falyakul inni saimun, inni saim. Le të thotë aty unë jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. Nuk leje të vinë në nivelin tënd. Nëse ti më ofendon, ti më shan, ti do të zihesh me mua, unë për shkak këtij raportit veçantë që kam me Allahun e Madhërisëm, nuk lejoj që të vinë në nivelin tënd edhe të grindem me ty. Gjithashtu është vlerë e madhe morale, pedagogjike që duhet me pas në jetën tonë. 9. Falja. Falja tjetrit në gabimet që ai ka bën ndaj teje. Gjithë një besimtarët e kemi një raport të përuljes dhe përthyerjes, karshi Allahut të Madhërisëm, kërkojmë faljen prej tij në mangësitë tona dhe pa aftësinë tonë për t'i kryer obligimet ndaj madhënisë së tij në formën e përkryer dhe në formën e më mirë të mundshme. Edhe kjo edukat e kërkimit faljet nga Zoti, neve pastaj na mëson që edhe kur tjerët gabojnë ndaj nesh dhe kërkojnë falje për nesh, na t'va falim atyre. Edukata e faljes së tjetrit është shumë e rëndësishme për një harmoni dhe një paqe shoqërore dhe sociale. Hakmarrja dhe reagimi ndaj çdo provokimi krijon një kaos të raporteve të një shoqërie. Andaj Allahu Dhu Xhelal që thot në Kur'an: "Fa'fu anhum wasfah", falë atyre dhe hapën një faqe të re në komunikim me ta. Ose thot: "Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin", ata që e përmbajnë hidhrimin e tyre, ata që u falin njerëzve, ata i don Allahu i Madhërisëm, domthon i don bamirësit.
Dimenzionin social, për vlerave që fitohen, e 10, bamirësia. Do të njeriu e shton humanizmin e tij, bamirësinë e tij dhe filantropinë e tij. Do të vlerat materiale zhvendosen përballë vlerave shpirtërore. Edhe njeriu në momente që shef njerëz që kanë nevojë për t'u ngjitur krahun, për t'i ndihmuar ata, është i pari që ndihmon ata. Edhe nuk ngelet bamirësia teori, po është praktik, edhe në agjerim në Ramazan manifestohet nëpërmes iftareve që i shtrojmë për familjarët e tonë, edhe është moment edhe bamirësie, moment edhe socializimi, pastaj është nëpërmes sadakasë fitrit që e japim në fund të Ramazanit, nëpërmes dhuratave të Bajramit. Këto janë momente kur na praktikisht tregohemi human, bamirës dhe solidar, jo vetëm teoretikisht. Dhe e fundit prej vlerave që i fitojmë në aspektin social është unifikimi i muslimanëve. Kjo është vlerë që na duhet ta fitojmë edhe ta kemi, megjithëse fatkeqësisht shpesh Ramazani bëhet momentum i përçarjes së besimtarëve. Qoftë në fillimin e Ramazanit dhe fillimin e Bajramit, qoftë domethënë në debatet rreth recateve të teravis apo rreth kohës së iftarit dhe syfyrit. Edhe andaj, nëse ne i trajtojmë mirë këtë problematika, do të insistojmë të gjitha qasjet tona që unifikimit, bashkimit të radhëve të muslimanëve në një vend të japna përparësinë më të madhe sesa detajeve analizuese të një problematike në aspektin juridik fetar. Edhe unifikimi duhet me qenë parsor. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Es-sawmu yawma tasumun." Agjërim është ditën që agjëroni të gjithë ju. Wal fitru yawma tuftirun. Dhe fitr Bajrami është atë ditë që gjithë ju e shpallni fitr Bajram. Andaj unifikimi besimtarëve në fillimin e Ramazanit dhe përfundimin e Ramazanit, unifikimi besimtarëve në momentin kur e presim iftarin të gjithë të ulur në sofrën e iftarit, unifikimi i besimtarëve gjithë në namazin e teravis, bashkimi i besimtarëve gjithë në agjërimin e ditës me agjërim, këto janë momentume që neve na edukojnë praktikisht që t'japna vazhdimisht rëndësi bashkëpunimit, megjithëse na gjithë mund të kemi mendime të ndryshme në lidhje me çështje të caktuara fetare, po kjo asnjëherë nuk duhet me qenë shkaku i grindjes, mosmarrveshjes dhe përçarjes mes muslimanëve, që fatkeqësisht na e shohim se akoma vuajmë nga ky sindrom i përçarjes, i insistimit në mendimet të mia personale dhe përjashtimin e mendimeve të tjera. E kundërta është e saktë. Ramazani duhet të bëjë një momentum ku na grumbullon gjithëve, i bisedojmë meselet, i debatojmë qëndrimet, por kjo nuk lejon të na i prek zemrat, e të na dobëson dashurinë mes nesh edhe gatishmërinë për bashkëpunim në punët e hajrit dhe punët e mira që na presin në këtë fushat shumë të madhe për transformimin dhe ndryshimin e gjendjes tonë. Pra këto janë 11 vlera, secila në dimenzionin e vet, të cilat janë konkrete dhe praktike që merren nga ky Ramazan, e nëse i kemi në fokus tonin që në këtë Ramazan të përfitojmë praktikisht e të jenë pjesë e vlerave tona personale, atëherë ne do dalim fitimtar nga ky Ramazan dhe nuk do na kalon ky Ramazan si Ramazanet tjera, a pikpyetje madhe kush prej nesh do arrin edhe Ramazanin tjetër. Andaj pyetja që ja prashoj vetes edhe juve, gjithë ne e dimë se në Ramazanin e kaluam kemi pas në këtë sallë njerëz që sot nuk janë gjallë. Andaj pyetja përshtohet, a ka dikush për neve garancë që në vitin e ardhshëm simpoziumi për Ramazanit do jemi të gjithë në këtë sallë? Askush s'ka garancë. E për shkak se s'kemi garancë, atëherë na duhet të përshpejtojmë, të shfrytëzojmë maksimalisht dhe optimalisht këtë Ramazan, ta shkaktojmë këtë transformim të ne, të marrim këto vlera pozitive, e pastaj nëse ka vendosur Allahu të shkojmë tek ai, shkojmë te ai duke qenë ai i kënaqur me ne inshallah taala. Edhe një herë shfrytëzoj rastin që të falenderoj Hoxhën Mirel bashkë me stafin e tij që na goditën në këtë simpozim kaq të bukur, juve të dashur besimtarë dhe të nderuara nana, motra dhe bija tona, dhe gjithë këta vëllezër që ishin ligjërues Allahu Fatmir edhe Hoxha Sabaudin bashkë me Ilirin që udhëheqi këtë simpozium, duke lutur Allahun që Allahu na i falë mëkatet tona,
na i pranon adhurimet tona, që Allah i madhëshëm na e shton dinën e dobishme dhe veprat e mira, që Allah i madhëshëm na i mbush zemrat me dashuri për madhëninë e tij, dashuri për pejgamberin e tij, dashuri për Islamin, për Kur'anin, për namazin, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ashtu si ne jemi bashkuar në këtë tubim, Allahu na bashkon në xhenetet e tij. Zoti ju shpëlbeft. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shpëlbeft hoxh, Allah shpëlbeft dhe juve, lutim Zotin që të jetë Ramazani i begat dhe të shfrytëzojmë atë në maksimumin e vet, duke patur parasysh të gjitha këto këshilla dhe këto orientime. Allahu i nderoft. Unë ngritën themelet Qabes, Ibrahim dhe Ibi, bashkëtina e rakni sot, shorizanin e nafiri, nga Zotin ju dhe moni, mi pasrohet